Kur mund t'jetë Besian kështu mund themi përfundimi i këtij procesi dhe çfarë mund të presim realisht? Me hamencu nëse hidhet poshtë ky mocion që po e them, sepse nëse pranohet për shembull atë procesi shkurtohet shumë më shumë. Domethënë se bien disa pika të akuzës, por nëse ky mocion i avokatëve nuk pranohet, atëherë mbrojtja do të fillojë me dëgjimin dhe paraqitjen e dëshmitarëve të saj. Nuk besoj që do të ketë numër të madh të dëshmitarëve, do të ketë kryesisht figura të njohura, diplomat të huaj që kanë pas bashkëpunim me zotin Fashi, me zotin Krasniqi, Veseli edhe me të tjerët, dhe si rezultat do të thotë procesi mbase mund të jetë në fazat e fundit. Gjithsesi, nuk e shoh mundësinë për një vendim në shkollën e parë para fillimit të vitit të ardhshëm, le të themi 2-3 muajt e vitit 2026, besoj që mund ta presim vendimin në shkollën e parë. Edhe një pyetje para se më përfundosh. Si e ke pa deri tash çësjen, po flasim ashtu të prokurorëve dhe të avokatëve, ka qenë njëra ndër pyetjet që ke parashtruar sot? Prokuroria e ka qëllimin me fitu rastin, avokatët e kanë qëllimin me fitu rastin. Pola në mes që duhet me vendos drejtësinë janë gjyqtar. Edhe në ato pamjet e sallës ata janë mes, nuk duhet të marrin në asnjë mënyrë. Duhet të punojnë për ta gjetur të vërtetën. Ajo çka kemi raportuar në disa raste është që gjyqtarët me pyetje kanë ndikuar dhe kanë tentuar me orientu disa dëshmitar, le të themi me pyetje suggestive të tipit çka nëse ndodh kjo dhe çka